Sot nisin garat në ligën e parë të basketbollit të Kosovës në konkurrencën e meshkujve. Pjesë e kësaj lige është edhe klubi i basketbollit Gjakova, të cilët në gjirën e parë do të përballen me klubin e basketbollit kosovari. Hektor Grezda, trajneri i klubit të basketbollit Gjakova, tha që klubi këtë sezon do të jetë pjesë e ligës së parë, ligë e cila sipas Grezës nuk dallon shumë nga Superliga. Klubi basketbollistik Gjakova si vjetë është kyç në ligën e parë, një ligë e cila kur gjëmongit Superligës nuk është të marrë parasysh se Superligë dihet dominojnë lojtarët e huaj. Në gjirën e parë do ta zhvillojmë jashtë si vendas, që thash edhe parës, vendas në shtëpitë huaj, meqenëse se KQZ ka marrë gjitha sallat. Po prapë se prapë, me shpresë do ta fitojmë këtë lojë. Grezda foli edhe për përbërjen e klubit, ku tha që lojtarët e klubit i kanë mbledhur nga më shumë se sa një qytet. Kemi një staf të lojtarëve të ri, që dhe kemi gërmalu për 2-3 qyteteve, faktikisht 3 qyteteve, edhe me stafin e lojtarëve të cilët kanë vëzohen në parë në Kosovë, junior. Faktikisht ata nuk janë junior, janë kadet, po luajnë për junior. Është një mirë qytetit, një mirë e klubit, basketbollit Gjakovarcit, me vitet në vijim do të kyçen senior, pavarësisht Gjakova, vllazniman e një të tjerë. Synimin që klubi e ka pasur vetë është arritur, shtoi Grezda. Me kyçjen e klubit në ligën e parë, jemi ardhur aty ku kemi pas synimin me vitet tona, dhe do të mesim aty. Nuk kem synime sepse Superliga kushton shumë. Tutje Grezda tha që puna për t'i arritur synimet që klubi ka do të jetë e vazhdueshme.